të folëm realitetin, pjesën veriore, para se me ardha kryetar të ri të zgjedhur, ka qenë situata pak më e mirë. Me ardhen e këtyre kryetarëve, u pa shumë qartë dhe publikisht ardh që juran maskat. Se këta janë konë të fokusuar 200%, 100% komplet parijave vendosës shteti në veri atje, dhe në Mitrovic dhe jo rastisht e fitun edhe në Mitrovicën jugore, që po tash me ardhen e kryetarëve orta, juran maskat se prap edhe me largimin nga asociacioneve komunave të Kosovës, që kanë qenë, është një shej shumë është e qartë se ata e kemi ditë që jenë të manipuluar prej Radojčićit dhe Vučićit. Po Albinu du me bu politika që mi majt afer vete, jo me dhun, jo me polici, se neve Serbia 100 vjet, edhe vitet 90-ta, nuk ka mujt me na majt me represion, me ushtri, me polici, prap kena gjithë rrugë tjera alternative dhe kena përzon kuptot me UÇK-n, me NATO-n, me kret miqëton, dhe këta nuk do të me marrë të njëjtën metodë si që ka vepru Serbia në raport me se ata po na nxjerrin neve ardhë si bumerang dhe po na hakmerën dhe jo rastisht si kanë fitu zgjedhje, si kanë marrë me punë, me ato kret, prape që të flamurën në komende komunale dhe po flitet një sër masa tjera mi ndërmarë kundër shtetit Kosovës që ajo tamën është mask ashiqare që kanë pas kundër veriut dhe kundër Mitrovicit Jugut dhe kanë bon korrist popullatës atje vetëm për një copë vota dhe u dul në patë që po shihet që pjesa e veriut ka me konë problem deri sa të është Vučići në pushtet Serbi dhe deri sa Serbia se një shtetin e Kosovës pavarë sovran dhe për deri sa qeverit e Kosovës nuk bojnë politika që një farforme t'i koordinojnë politikat dhe jo me dhunë e me policijat e t'i mbajnë sikur në regjim, se ajo nuk qënë, ajo veç qënë humnerë dhe ata inatosën për shmenë të qëllëmesht dhe i bojnë dëm shtetit të Kosovës dhe jo mi përafru, po mi inatos kundër shtetit